ke para ato emisionet në rrjetet sociale, podcastet që flasin shumë gjëra dhe në fund të ditës kur i dëgjon këto podcastet që janë bërë kështu si Tabakin në 2017. Fiksi kioska janë bërë podcastet. Hapte punonte ai robi 3 muaj me ullin greshi, vinte hapte i Tabakina dhe kështu janë bërë këto podcast. Nuk është për të qeshur, është do të qesh më vonë. Jo, nuk është podcast, por është shumë flasim shtrira si thon. Okej, në rregull. I ke parë këta që ftojnë të rinj dhe flasin për tabu. Për shembull si e trathova burrin, thot ajo kot, se kujt i intereson si e trathovi burrin ajo, valla. Kam nerva unë të dëgjoj tash, si e trathovi burrin ajo, apo po si e trahtove burrin? Po ç'po do të shtive kam. Jo, ti është të thellë, po si e trahtoi burrin ajo plak. Dhe po prandaj lulëzojnë këto podcastet se ka audiencë si puna tuaj. Ore si nuk ka një podcast edukativ, ja. Më thuaj një ide më çfarë. Një ide edukative për shembull, bër bardha me 7 xhuxhe. Okej. Është një gru me 7 burra. Edhe shkoj me princin fund fare. Ja. Në ndeshmëri, valla, pse? Ishte kishte 7 burra ajo në shtëpi. I gjeti princin e 4, imagjino. U ban 8 pra. E u bërë 7+1 si fugon lushnje. Edhe një u mush. Po pra. Nga ishe ti? Nga të vakanja la. Që është këto vakanje, që Si e ke nga rapishta ti? Jo. Ne duhet bëjmë vërtet një podcast o plek. Ta bëjmë ne podcast. Në të vërtetë jemi mos ki komplekse e pare nga kamera. I vetvetja. Po pra. Hajde bëjmë plak seriozisht. Po rrim shumë. Po rrim tamam. Po pse më valla, ku po bën timi ditës podcast, imagjino mos bëjmë ne. Nuk e di apo më duket budallek, nuk e di tash çdo një. Sidomos me Aldritin, disa ecën. Aldriti është vetvetja? Do thojë me gjata ship. Se puna është kështu ti se shiko, mos ai lëviz kameraman. Tash i taptoj, e kuptoj? Më hap punë. Po s'ka njeri të tallë me mua. Ore pse e ta bakan në seriozisht? Ja për shembull një temë që nuk është trajtuar në mediat e sotme. Kush të pëlqen ty si luvi që je? Që ty të shqetëson, apo nuk e ka trajtuar as të kund në podcast. Se shikojmë këto podcastet që flasin për këto showbizin, për këto çmimet të Oscar, jeta e një të pasuri. Fton ajo si jeton francez, vilën e saj 7. Kur gjunafe, po duhen trajtu këto tema. Duhen trajtu pavarësisht se ky është një rast që është për të ardhur keq. A kupton? E shkreta. Vil me 7 kate. Vil 7 kaçe plak. Vil me 7 kate. Nuk Si e lanë një banjë kemi edhe për tojmë të lajmë. Imagjino 7 banjë. Ajo gjunafe shkreta vun për krudon e gojës. Kush e di? Mbaj mend, në magjistari kishte futuar këta vipat që mbanin qenë. Temë me buku. Kur hante qeni, sa flinte, i vishnin me roba. E shperle plak kur e menon kështu. Jetë qeni më bërë. Qeni ronde me mirë se neve, më çfarë thua e mbante ajo i thoshte ja kam djalin. Ja Aldriti, shive sa është ba. Jetë qeni valla, imagjino qeni jeton Shyt vegjël e kam su me kokra. Por e qenë të sotë nuk hajnë kokra plak. Me që të gjithë po bëjmë podcast, tajmë të bëjmë dhe neve. Do trajtojmë disa çështje që janë trajtuar në podcastet e tjera. Dhe unë e di që këtu ngjitur me mua kam njerëz që dinë shumë nga asgjëja. Çfarë teme do ti të trajtoj? Tashi ti faleminderit i herë që po na konsideron zgjut. Po ja më rregull. Rregull. Kanë ja me mua. Që të shqetëson? Seriozo, se të na shikoj do njëra do të këta që kanë. Ska gjë, do njerëz se ai unë kemi 149. Tashi, një temë që na prek neve gjithë si shoqëri sot, kohët e sotshme, se njerëzit janë bërë edhe një sekond. Mos afro kamerën se publiku nuk e ndjek. Të do afroj vetëm program. Auton edhe
çështja është se neve na shqetësojnë ca tema që Biri shkurtë se s'kemi memori. nuk I kam dëgjuar edhe Çfarë s'ke dëgjuar ti në këto podcast, në këto Po 1 ja, milion ja, podcaste. çështja është se flasim pak për një realitet barbon. Mirë po flas. Po shumë mirë. Po. Janë këto lloj tipash që kur hajnë buk, mullaqiten. Ja, sa e bukur. Ja, doli lajmi. Se ka thënë ndonjë podcast zis. Mullaqiten. Mllaqit ja. Taksirat ka mund. Por ka shumë persona që shqetësohen. Taksirat ka mund. Ore, këto s'është një gjë kështu, po ato e vlla që kanë atë tasnë se u po se bën çu. Tamam pra. Edhe kërcet dhe luga. Kërta. Tu kërta. E ngren lugën me slow motion, sikur thu ti edhe pa. Mos ndoshta e kanë nga që është e nxehtë. Po, edhe ftofin në procesin që kalon në... Po, se ftofet ajo, kur bën thith nga pak ti edhe nice, po shqetësim është shqetësim me thënë drejtë. Ja pra miq, këto janë shqetësime që shqetësojnë në jetën tonë të përditshme. Ne nuk na shqetëson ajo gruaja që del në TikTok te këto media sociale, shiko si e kam tradhuar mburin për rreth 15 vjet rresht. Më intereson mua më valla. Mo më intereson kjo mllaqitja. Mllaqitja mua më shqetëson, mua nuk më shqetëson. Se unë nuk dëgjoj fare nga ka ikur dëgjimi. Ke probleme veç me mezit. E kupton? Por ja, janë shqetësuese. Pse reson mua që e ka tradhuar burrin ajo Po qafu, o burdorriun me budalliqet. Me këto poshtë. Ja një gjë tjetër, një gjë konkrete. Çfarë të shqetëson ty që nuk është dhënë në podcaste? Plak. Kjo e qenve mirë ishte. Jo, ajo që më shqetëson është kur hypen ato buzë plak, ti e ul, po tjetë kështu, koha tjetë verë, ka ngrit botit, në shkap ka I hekër, ti e kështu. Meri door round, Ja, problemet që na shqetësojnë. E bëre pauzë? Jo. Skaj, vazhdo. Na qeshi kameramani, vazhdo në këto pi. Na qeshi kameramani. Ky është problemi miq. Ky. Po çështja është se seriozisht, I ke thënë ti aty robit, prit sekond. problemeve. Më çmendet tash. I ke thënë ndonjëherë sot ndonjëri lau mër trim. Sa ati nuk e ku ja shënon dhe ata. Lau o gëzim se s'ka makinësh vetë. Përveç këtyre problemeve dhe dikush o plak, ajo gjë më e neveritshme në gjithë kohë, plak, si dimër si në verë. Kur sa vete ora 12 e natës, e digjon këto fikse zjarë. Ja problem. Po që më plas mua, sa I tjetëri... Jo, do ta presim të pjesën që më plas mua. Ai ka ditëlindjen, çdo njeri ka ditëlindjen. Mbaj mend tun. Je shumë rregull. Mbaj mend tun. Po jam shumë në rregull, çfarë thash? Mbaj mend tun thash. Mbaj mend tun në konvikt ishin 500 student. Po të them 500 student çdo ditë nga një fishek zjarri plastër valla. S'kam fjetur unë, nuk kam fjetur unë, jo. Edhe kur s'kishte fishek zjarre, ndonjëri që qëllonte që nuk e kishte ditëlindjen. Dilja idhja vetë se isha mësuar. Isha mësuar. Bëja kështu, nuk çfarë idhja se s'kisha lek, po bëja kështu, mija një tepsi edhe bam. Gjas mos I fishek zjarre, Jurgen edhe 100 edhe 100. Mësohesh nga zakoni. Ç'a bën jo vëlla? Ç'a bën atë ditëlindje është? Po mirë të festoj, se është një festë e veçantë. Festoj me miqtë. Po pse ella, duhet ta kesh probleme ella, pse s'ke skuptoj unë. Kot. Muhabet e kodi. Mirë. Dëgjosh. Muhabet e kodi. Pse duhet ta kesh probleme? Nesër pas nesër, ti do kesh ditëlindje. Po jo vllason. Nuk dur më valla me fishek zjarr valla. Çfarë me fishek zjarr do trend xhindet un? Ç'ke këto gjëra? Shqetëson tjetrin, është ndotja akustike. Të lutem shumë tash ç'ke këto gjëra tash. Po zotri. Këto janë shqetësime. Jo po pse e trahtova unë burrin për 50 vjet. Mua më shqetësojnë qenë të rrugës, jo, një e përballoj, por kur dalin 10. Unë në jetën time vetëm qenë të kam frikë, asgjë tjetër. Të ke frikë qenë? Çfarë tholla 10 qenë me nga 15 dhëmbë. Ato qenë të lagjes time, sa herë që më shohin I merr malli. Ty të njohin valla. Ty të njohin. Vjen në turrën thonë, "Ua, shiqur që erdhën lagje."
Edhe unë pa si interesant, turrem. Rëse e mullu. Po ti the turresh. Unë turrem? U turrem që mos ngjitet mrapa ato, hajde re pi birë, hajde re pi birë. I jap kokron, pastaj i mësoj të numërojnë. Qa ka për qesh? Ish vetja, o jo ka shumë, valla. Unë po flas për ca fakte që na ndodhin lagje. Hajde herë poshtë pallatit tim, hajde. Hajde herë, do i mësosh Shikojnë ata të lagje. Hajde themer, do i mësosh të numërojnë apo do i mësosh të numërojnë pastaj. Aj sa janë. Aj sa janë ato mushet gjithë shkolla ime në vjeçares. Sekond tash, një sekond. Tani, imagjino të vi lagjen tënde unë një fytyrere në lagje. Edhe të më thonë, për çfarë ka? Edhe për ty merr malli ato. Unë si ka paku do njërë as qenë të e lagjes, as njërzit e lagjes. Ngjo mu, do të vinë do turren mrapa, do të thojnë hajde pi birë. Ore, ku të ka shu qeni për të fundit në kokë? I më bëjmë një qikë serios. Të lusem grije pa kamër. Jo, qa serios, turre la. Jo. Ky është fakt që më shqetëson ere. Valla e qenë të lagjes. Është fakt që më shqetëson mua. Nesër pas nesër. Dalej alkoolin unë. A pe që këti në fërkohet e mikrofon. Fërkohet i shpit. A hupton? Nesër pas nesër. Unë s'do du të pim më alkohol o shok. Po që? Më vinë ato mu 7 veta. Du të më kapin mu në seder. Edhe si të thonë ata. Po e di që i themun? E di që i themun? Po më kapet me vrap, do i themun, do jo maj unë me bira për 3 vjetë. Qeni 4 vjetër o disej. Pikërisht pra. Po qa thuti e maj lali me mish. Qartë thuti, do të më ti po i thua dhe. Qetso. është temë prestigjioze, lutem shumë. Qetso. Tani, problemi është në këtu se janë disa tema që shqetësojnë, i themi me humor këtu, po qenë të shqetësojnë. Mu mirë që më hajnë qenë. Mu më hajnë dhe macet. Pusho se e te prove. Te prova? Ti si e mi të tanë macet. Je njeri. Më ka kafshu macja, kam shenjën aty s'lëviza dorë një javë. Vites. Pa macja ime kisha maqokun tim, se kam histori të bukur për gjithë publikun. Story time. Okej. A kupton? Jo, se jemi mësuar të dëgjojmë për media histori dashurie, tradhira. Ore ngjo këtu historinë time, si ma dha vjetën pedagogu. Histori unike, Gjoni. Un po flas si merja katrat. Qa dhjetash, ky thot 10, unë me zor shifja 6-ën. Po nejse, 6-a ishte në fiskulturë. Ma jepshin me mik. Mona u përhap si fajnë. Jo, nuk ma jepshin me mik. Meritoja... Si edhe 6-ën me mik, vazhdo. Shkurt, e se s'kemi memori. Shkurt. Një ditë bukur, ma i unë të ta... Jo, okej, është tjetër. Edhe... Qëndron. Edhe do t'ishim del maqoku nga Nuk shtëpia. dua unë të dalë maqoku, po të regoj e shkurt. Prit pra, Fordën. Do t'i që del maqoku nga shtëpia mu edhe... E qohem këshu i latë që isha shumë i latë me thënë drejtën. Kisha saj kisha fjetja 7 orë gjumë. Edhe... Qohem unë për tik ta marë, edhe iki unë ke hyrja tjetë, ke hyrja në gjitë. Maqoku. Iki unë ke hyrja në gjitë. Unë jam shtëpi, jam pallat, jam 4-4. Me thënë, edhe mikën ke hyrja në gjitë, se kalona ne nga balkoni, nisë. Iku ke këmshia. Edhe... Iki unë atje e markte, shumë mirë, po duke hyp shkallët, unë shofi ma qok tjetër, kishte kokën e i gjigande fare, thashun qa është ky, thashun qa japin për ta nga i mace rruge. A kuptën? Thash qa hanë la? Macja, mjau, diga. Jo, macja ishte mjau e la. A kupton, ishte... Macja në Mjau, Jo në Elbasan. qa bane frate, ma. Aja ban, mjau e la qa ke bati. E nese. Do t'i lutemi audiencës mos na përtasi se jemi në një podcast. Edhe... E marrun të shima të shokën kra edhe... Qysh isha tu zbrit shkallët, ishte edhe ky maqoku aty. A kupton edhe... Bizet serioze të quna. është bisedë serioze, ju lutem shumë, faleminderit. Edhe...
E kemi kameramanin pak klaustrofobik. Kameristi. Bini shkurt se Do t'i bi shkurt pra ja, se tash është momenti kulminant. E marrën krah Maçokun, unë edhe po zbrisja për poshtë. Doti që ky Maçoku im pate, e lalin. dua unë. Okej. Gjoja se është pjesë e bukur. Edhe Maçoku im. Ky gungsteri që është rrit gjithkohës në shtëpi ky. Na kena që me këtë histori vazhdo. A kupton? Gjithkohës shpike. Bajan pushoktit. Edhe selçoja unë e kupton, ky donte ti sulesh ella, thash unë çai kanë dhënë për tang këto të shtëpisë time këtij timit tash. A kupton? Edhe ai Maçoku, as i nat po m'vinte se po estem Terezit vetëre. E bërë tek shu but, po ikej thoj o zbrizët. Nejse, a kupton. Dinte shipej Maçoku, Dinte ship, dinte dhe Elbasallishten e vjetër. Qa thu? Po. Edhe vjen një moment nga kati. Me tabak. Vjen një moment. Maçok fiks me tabonin. Vjen një moment nga kati i parë. Ky më kafshon pak mu. Ke dora, e kam sheh edhe kom. Kafshon pak e dora ky mu edhe nuk e lçojun gjithsesi. Pastaj ky ja lçoi. Ping! Ngelen 4 dham. Edhe për fat të mirë të keq, nuk e lëviza dorën më për 5 ditë. Shumë. Luvin ishte kënaqësi që Kam histori tjetër. na mërzitet tash. Çave kokën. Po kjo është me qime, ke kafja. Jo, ata. Ajo. Çuna kalojm serioze. Po kalojm serioz, a? Kjo video ishte për të parodizuar 1 milion podcastet në Shqipëri që flasin gjithë ditën 1 milion gjëra, në fund nuk kuptojmë asgjë. Të paktën tham 2 gjëra, domethënë që kishim me kuptim. Mbllacitja, autobusi edhe që Maçoku ten. Erza vetë buri me autobusi. E me gjingjir. Kaq ishte serioz. Kaq ishte? Serioz tash? Çfarë mesazhi? Çfarë mesazhi ke për audiencën? Mesazhi im për audiencën është që punoni fort. Edhe mos u kafshoni nga macet. Po ti? Mjau, liga. Mesazhi im është Do pjepite të lutem. ja. 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 Pa Keni kujdes nga macet e Elbasallie. Se do përfundoni si shoku im i kafshuar. Mesazh serios. Ja, kam seriozisht, jepi mesazh serios me do pjepite. I do pjepite, ke dino. Një mesazh serios. Do pjepite në kasa për të hapur Rexin. Se do marrë pasaj krep lidja. Mesazhi është që Mos hani. syt jo me pa, vesh për meni. Kaq. Si mund tjetër? Mesazhet ishin serioze shumë. Jam shumë i kënaqur që ju kam Tani ju për shok. juve- Juve dhe fatkeqësi më të madhe në jetë që të ndodh e marrim me sportivitet. Normalitikisht. Jeta është shumë serioze. Mos u mërzit Jurgen. mërzit. Jep një mesazh për publikun. Okej, mesazhi për publikun është sepse ju them, merreni jetën me sportivitet. Jeta është e bukur, por të vështirë ta bëjnë njerëzit. Mesazhi është që të themi gjëra me vlerë, ne i thamë, si thamë ne po. E përmbledhim gjithë Nga këtë barku podcast javës. tonin. Janë 1 milion podcaste. Pse mos bëhemi dhe ne të bëhemi 1 milion e një? Si që në dalmat. Po ke qeni e nxjerra i vetën, e kupton aty. Aty Mirë pafshim pra që Aty shihemi ke podcast të kokra, tjera, ke kokra. do jemi më konkret. ke lepja, 2+2. Kjo ishte provë.